Sot do të pyesim kolegët e ATV-s se cilat janë preferencat e tyre muzikore, sidomos në këto ditë me shi. Sofi, cila është kënga jote e preferuar dhe që dëgjon në ditët me shi? Realisht kam shumë këngë të cilat i ndëgjoj pothuajse çdo ditë, mirë po kohëve të fundit, sidomos, e preferuar është nga Julia Michaels, If the World Was Ending. Pse të pëlqen ajo këngë dhe çfarë ndjesi kështu të ngjallë kur e ndëgjon? Realisht, kjo këngë ka një tekst shumë të veçantë dhe çajo sigurisht kur i kupton tekstet edhe kur i ndjen ato se të përshtaten me një histori ose me një diçka prej teje, është edhe më e veçantë edhe kënga, kështu që i ka disa rreshta që kohë më kthejnë kohë edhe kështu i dedikohen meje. Blerta, çfarë mendimi ke për këtë këngë? E mirë, po së është zhanre që më pëlqen mu, ma shumë kam qef shqip ngoj. E prej 1 deri në 10, sa e vlerëson këtë këngë? Aj, 5 pëllo. Për ty cila është kënga e preferuar edhe që dëgjon kështu në ditët me shi? Valla çdo ditë që të ku mas shumë të Dafina Zeqiri si mua. Kastrio, çfarë mendimi ke për këtë këngë? Këngë e mirë është, po mendoj prej 1 deri në 10, në 8 që merit. Kastrio, ty cila këngë të pëlqen edhe që e ndëgjon kështu në ditët me shi? Zakonisht e ndëgjoj si Mia Ubaj i Etike, prej këngës magjike, është njëna prej këngëve shumë të mira të saj. Jeta, çfarë mendimi ke për këtë këngë? Shumë e mirë është kjo këngë. Prej 1 deri në 10, sa e vlerëson? E vlerësoj me një 10, së është shumë këngë e mirë, shumë e bukur. E ty cila këngë të pëlqen edhe që e preferon me dëgju në ditët me shi? Për ditët me shi se pas nga mendu, po një këngë që e kom dëgju gjatë tonë verës edhe ende po më pëlqen është kënga I Adore You. Rona, çfarë mendimi ke për këtë këngë? Është një nga këngët më preferuar të mia momentalisht. Në momentin që dal apo e dëgjoj në radio apo dikon, kam dëshirë më njëherë me vallëzu, edhe të njëjtën kohë dhe ta jap një ndjenjë sikur pak kështu jo të mërzitshme, po sikur dikush të mungon ose diçka të mungon. Edhe përndryshe është stili i jam, i preferencave të mia muzikore. E përveç kësaj, ty cila këngë të pëlqen kështu me ndëgju në këto ditë me shi? Zakonisht ditë me shi tentoj me ju përshtat pak shiut. Për shembull tash tu ardhëm punë, isha duke dëgju Flori Mumajesi edhe mentori që e kam bashkëpunimin Stefal. Kështu që u përshtat ke pak me mot, kështu që gjithmonë tentoj me qenë në të njëjtën frekuencë me motin. Flodina, çfarë mendimi ke për këtë këngë? E ngoj tepër shpesh se jam bë obses me këngët e vjetra, ashtu jo tash të fundit. E tepër shpesh e kam ngu edhe bashkë emocional, mendoj që pak bën tash si këngë të mira, tamam ashtu me vlera dhe me mesazhe të mëdha. Prej 1 deri në 10, sa e vlerëson këtë këngë? 10, definitivisht. E për ty cila është kënga e preferuar edhe që dëgjon kështu kur është turashi? Kur është turashi nuk më ngot asnjë këngë, s'është jam person që më pëlqen shiu. Kohët e fundit jam të ngu këngë për vete, po tash me fëmijë nga i vish një nulla të fëmijëve. Po apo na thon një që e gjen kështu një moment qetësie kështu pa fëmijë edhe e dëgjon kështu veç për çefton. Nashta kënga ime favorite of all the time është Instant Crush prej Daft Punk. Nita, çfarë mendimi ke për këtë këngë? Nuk më paskaro me një, ama po duket e mirë. Prej 1 deri në 10, sa po mundesh me vlerësu, me kaç sa mujtë me dëgju? 4 në isen, se nguva bashkë mirë. E për ty cila është kënga e preferuar edhe që e dëgjon kështu në ditët me shi? Unë zakonisht nuk është nga ishë muzik, po se di më pëlqejnë 2 këngët e Majkut që janë më të vjetra, Dashni edhe në fund diçka që është kështu, ku të shi. Nora, çfarë mendimi ke për këtë këngë? Shumë e mire nga i shpesh. Sa të pëlqen edhe sa e vlerëson prej 1 deri në 10? 8 nështë. Ty të karo me dëgju se kjo ka edhe kënga e preferuar e motrës. Po, ashtë qare, i ngojna bashkë. E për ty cila është kënga e preferuar edhe që dëgjon kështu në ditët me shi? Shiu i Argentina Ramosaj.